Jemi në frekuencën 89.3, përveç se jemi në këtë frekuencë, ju mund të na dëgjoni dhe live stream Radio Kontakt. E ndërsa në këtë moment e kemi një lidhje telefonike me drejtorin sportiv të klubit Kryeqytetas, Arbi Laçi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë të falenderoj që pranove ftesën që në pikë të mëngjesit, edhe Arb, dua të pyes përpara se të pyes për bisedat që keni bërë dje, pra për takimin që u zhvillua e shumë çka. Dua të bëj një pyetje kështu konfidenciale. Ti duket sikur ke një jetë që merresh me këtë punë, pra dhe ke një pasion të çmendur për klubin e Tiranës. Çfarë do të thotë për ty? Ta nis nga e djeshme, pastaj të flas pak. Pak për vetë. Sa ta ambientojmë, thuaj. Mirë, si ishte dje? Kemi mësuar të gjithë që kampionati tani më fillon me 3 qershor, futbollistët do të dalin kështu zyrtarisht nga karantina. Si ishte ai takim dje më konkretisht? Për ne e rëndësishme ishte që rinisi të marrë jetë edhe futbollit, duke qenë se jeta ka rinisur të lëviz për pak ditësh, do është ajo ashtu që ishte mësuar, por ka rinisur. Kështu që do të rinisim edhe ne të fundit. E rëndësishme është në këtë mënyrë nuk do të lëmë në mes për të marrë një verdikt të dhënë tavolinë, por do të luajmë për fituar në fush. Këtë donim që në krye të herës. Dhe tani ka rëndësi që kemi një datë, kemi edhe motiv, të më të vërtetën, se nuk po dinim më të bëni me ditët. E vërtet. Si që do të na duhet të nisim shërbitjen prej të hënës, edhe më pas kemi shumë pak kohë në dispozicion për të filluar më pas një futboll me një protokoll që do të na kurrizojë disi, do të luhet pa tifoz. Ti disi çuditshëm. Edhe kjo është për të ardhur keq. Për të gjithë admiruesit. Do na duhet ta përballojmë, nuk jemi të parë as fundit, do të luhet njësoj në gjithë botën, me shpresën që ndoshta nga muaj korrik shpresojmë shumë gjërat kanë ndryshuar disi, mund të kthehen tifozët, kur ne mendojmë që mund të jemi gati për feshën titull. Atë të cilën kemi si objektiv për të arritur në 10 javë. Në fakt ky vit për klubin e Tiranës ka qenë një super vit me super. Ne festojmë 100 vjetorin në 16 gusht, në 15 gusht, dhe duke qenë se ishte një vit jubiler në një skuadër me objektiva madhor, me futbollistë kualitativ, një buxhet më të madh se vitet e shkuara. Objektivi ka qenë që përfundimin të klubi kampioni munguar, do të them, prej 2009-s. Është vërtet. Kështu që vlen ta marrim, vlen ta festojmë pas për gjithë ata që kanë kontribuar apo dhe përjetojnë të skuadrën ashtu siç ti përmendë për mua në fillim. E kuptoj. Mirë, Arb, dua të pyes konkretisht tani më për futbollistët e klubit të Tiranës. Si janë stërvitur në këtë periudhë kohe? Dim që disa nga lojtarët e Tiranës janë stërvitur në stadium pavarësisht rregullave të vendosura nga qeveria në kohën e karantinës. Në momentin që u mor vendimi që vendi do izolohej, ne kemi disa futbollistë huaj në skuadër apo dhe shqiptarë që kanë familje te Shqipërisë. Morëm një vendim të mos i lejonin të largoheshin, duke parë disi më larg, edhe koha na dha drejt sepse llogaritëm që kthimi më pas do ishte i vështirë. Kështu që për fat të mirë kemi patur të gjithë këtu, huaj shqiptar, dhe fillimisht kemi zhvilluar shërbime në kushte shtëpie, ishin ato ditët e izolimit masiv, flasim mars apo dhe shërbime muajit prill. Më tej kemi zhvilluar kushtet shërbime në kushte të ndryshme, diku në rrugë, në ambiente përreth shtëpisë. Kemi tentuar ndonjëherë në ambientet tona servitore, në grupe të vogla. Futbollistët kanë të pamundur të mos bëjnë shërbime sepse me të jetojnë, ne kanë edhe stil jetë përveç se kanë profesion. Kështu që kemi bërë disi. Keni bërë disi dhe tani që keni dalë, pra futbollistët, jo vetëm të Tiranës, por gjithë futbollistët kanë dalë nga karantina, duhet të stërviten nga dita e hënë. Në fakt, nga takimi djeshëm Arb, shumica e klubeve të superiorës nuk donin që kampionati të vazhdonte, duke parë edhe kushtet e pafavorshme.
Apo jo? Po, është e vërtet për një arsye madhore do të jetë kosto mbi kosto për gjithë klubet, financiarisht flas në këtë periudhë. Nuk do të jetë absolutisht e thjeshtë. Nuk kemi mësuar, pothuajse nuk kujtoj kurrë të luajtur në këtë periudhë të vitit, sidomos muaj maj apo qershor që në Shqipëri fillon edhe bëhet nxehtë. Nuk do të jetë e thjeshtë, protokollet janë disi të vështira për të realizuar. Klubet shqiptare kanë edhe protokollin e tyre të organizimit të ndeshjeve apo dhe organizimit gjës, mungesa e tifozëve do të jetë një komponent gjithashtu penalizues. Kështu që nuk do të jetë fare e thjeshtë, por do të na duhet të përballemi me këtë realitet të ri që përballem edhe me 2 muajt e karantinës apo me gjëra që. Sepse kam përshtypjen që ngushëllimi në këtë moment nuk është vetëm për ne, ashtu sikurse edhe ti pak më lart është për të gjithë botën tani më. Jo, patjetër, por kishte një deadline nga UEFA për caktimin e skuadrave, verdiktet e skuadrave që do të marrin pjesë Kupat e Evropës, për të mos dhënë verdikte në tavolinë, për të mos rrëzuar skuadra nga kategoria në tavolinë me vendime që ekzekutohen pas. U deshi futbolli të ri luajë në mënyrë që në fund gjithë ishin të kënaqur me atë që morën, pasi ajo që do marrin do të jetë e merituar në fushën e lojës. Kështu që unë besoj që ishte më e drejta pavarësisht kostave të cilat duhet të përballojmë. E kuptoj. Edhe për ne është mirë sepse, do të fitonim një kampionat të atribuar në tavolinë me merit, sepse jemi këtu me merit, por unë personalisht kam dashur gjithmonë ta luajmë, ta fitojmë, ta festojmë dhe shijojmë fushën. Absolutisht që do ta festojmë dhe absolutisht që Tirana do të jetë kampion në fund. Mirë, Arblaçi, dua të fokusohem tek një pyetje tjetër tani më. Thuhet, flitet, kështu të paktën zëra që ne kemi dëgjuar, flitet që në fund të këtij sezoni do të shisni Tirana do të shes 3 lojtar të saj. Bëhet fjalë për Jurgen Zelhakën, Ernest Muçin dhe një tjetër lojtar. Sa e vërtetë është kjo? Të gjithë futbollistët janë 19 vjeçar, Muçi dhe Çelaka. Personalisht po punoj për ta, për të bërë një transferim të mundshëm jashtë. I treti është Winful Kobina, është një futbollist nga Ghana, nga më të mirë që kemi në skuadër. Ka një vit tjetër kontratë me ne. Ose do të rinovojmë me ta, ose do të shesim jashtë, sepse në futboll kështu funksionon. Futbolli është një industri. Është diçka e zakonshme. Absolutisht. Na duhet të mendojmë edhe për traktuar, jo vetëm për shpenzuar, kështu që nëse ka diçka më të mirë, po punojmë përmenda, besoj që do të ketë lëvizje, por se në herë. Në fakt Tirana është shumë pranë kampionatit dhe këtë sezon ka ndërruar 3 trajner apo jo? Pa vërtet. Urdhro? Është e vërtet. Se dëgjova. Po, më thuaj, çfarë do bëhet për sezonin e ri sa i takon trajnerit? Trajneri i ri do të jetë Emanuel Egbo, sepse meriton të jetë aty, gëzon respektin dhe vlerësimin e gjithë presidentit parë dhe më pas gjithë të klubit në tërësi. E ku ti shkonte mendja që Emanuel Egbo do kishte gjitha të fat edhe do dhuronte aq shumë ndeshje të bukura për tifozat e Tiranës. Futbolli është i çuditshëm, por Egbo ka qenë pjesë e klubit, pjesë e rëndësishme e stafit dhe ne që kemi punuar me të njëmi, jo më kot i besuam të detyrë, pas gjëra shkuar mrekullisht, as ne nuk e mendonim, as Egbo nuk e mendonte. Një histori fantastike nga aty ku ishim, për arsye të ndryshme, të shkojmë aty ku kishim si synim pra në vend parë të Emiratit. E kuptoj. Mirë. Arblaçi, sa i takon protagonistëve të këtij sezoni? Në çfarë kuptimi lutem? Në kampionat, pra, cilët janë protagonistët kryesorë të këtij sezoni? Po, e kam në vështirë të vë gjyshin. Po e kam në vështirë. E ke të vështirë. Në rregull. Personalisht do të veçoja Kobinën sepse bërja të golin e kthesës së madhe në derbin e dhjetorit ku fituam minutën e fundit. Ka bërë disa gjëra vërtet të jashtëzakonshme. Do ta veçoja disi në skuadër sepse thash i dha një rrjedh ndryshe një ndeshje e cila përfundonte jo mirë për ne për 5 vite, kështu që për atij momenti filloi të bëj
bëj gjithçka më mirë për ne. E kuptoj. Mirë, kush është kundërshtari më serioz që mbase e mendoni 2 herë përpara se të dilni në ndeshje? Edhe pse Tirana është me pikët më të larta. Për nga organika e skuadrës është Kuksi, rivali kryesor i Joni këtë sezon, apo dhe ndjekësi më afërt, apo dhe skuadra me cilën nuk kemi një bilans pozitiv në 3 përballjet që kemi zhvilluar, edhe pse i mundën ndeshjen e fundit. Respekt dhe vlerësim për organikën që kanë, ndërsa përballja me Partizanin më pas është gjithmonë një përballje speciale, kështu që sa herë do të luajmë me ta, në cilin do moment të jetë e veçantë, e bukur edhe emocionante. Arba, mendon që kampionati duhet të ishte bërë me 12 ekipe dhe jo me 10? Jo, nuk e shoh të arsyeshme. Për çfarë arsye? Me sa më pak skuadra, aq më cilësor do të jetë, aq më elitare është. Sepse forcohen filtrat e skuadrat do të dalin jashtë kampionatit. Unë besoj të jetë edhe më pak skuadra, nuk ka asnjë problem. Ka shumë modele të ngjashme në vende si Joni në Europë, kështu që besoj që formula aktuale është okay, nuk ka vend për të ndryshuar. E kuptoj, mirë. Si mund të jetë një ndeshje futbolli e luajtur pa tifoz në këndvështrimin tënd? Po ne kemi eksperjenca të shumta, sepse tifozët i kemi shumë të mirë, por jemi dënuar shpesh. Po, i kemi pak të egër thuaj. Jo, i kemi speciale shumë të mirë, por ka patur edhe momente ku kanë ndodhur incidente. Jemi dënuar e dëmtuar të luajmë pa tifoz. Është shumë e shëmtuar, ma beso. Është siç është një shfaqje teatrale dhe mos kesh njëri apo të shkosh kinema dhe të shfaqet filmi mos ketë njerëz. Është disi e shëmtuar, gjithë dëgjojmë se çfarë thuhet, emocione nuk përcillen, megjithatë thash, kjo realitet i ri na bëri të mësoheshim me shumë gjëra të çuditshme. Kësaj radhe ndryshe nga të tjerat nuk do të jemi vetëm ne që do të luajmë pa tifoz, por do të jetë kudo, kështu që do të na duhet të mësojmë. Megjithatë besoj që tifozët do të mendojnë diçka për të na suportuar. Absolutisht. Edhe mund t'i gjejmë apo t'i ndjejmë në stadium. Aty jashtë stadiumit do jenë të gjithë, kam përshtypjen unë, gjithsesi Po diçka do ta gjejnë, janë gjithmonë special diçka gjejnë, kështu që besoj që diçka mund të bëjnë atë. E vërtet. Mirë, ndalemi tek pyetja e fundit. Çfarë është klubi i Tiranës për ty personalisht? Rikthehemi tek pyetja e parë në fakt. Unë shmanga. S'ka gjë. Shmanga jo pa qëllim. Me një fjali, nuk është nevojë, me një fjali. Jo, një fjali është pak, megjithatë jam rritur në stadium që në moshën 5 vjeçare, unë e klasifikoj tek ato dashuritë e mia të përjetshme. Bukur, shumë bukur. Njerëzit kanë nënën, fëmijën, partnerën, unë kam edhe Tiranën, kështu që besoj në këtë aspekt jam i kompletuar. Shumë e bukur kjo që the. Mirë, unë të falenderoj përzemërsisht dhe të uroj suksese ty dhe skuadrës së Tiranës. Dhe shpresoj shumë që sa më shumë fitore të ketë dhe gjithmonë kampion. Ishte bisedë shumë e këndshme, kalova shumë mirë. Faleminderit. Juroj edhe gjuzët tuaj të kaloni ditë të mbarë. Faleminderit, ditë të mbarë dhe të bukur edhe për ty.